Në këto ditë kur temperaturat kanë shënuar pikun, të huajt përveç se vizitojnë qytetin e Përmetit, zgjedhin që të freskohen edhe në ujërat e kristalta të lumit Vjosa. I'm Eugene from Paris, in France. Quhem Gjina dhe vin nga Parisi. Kam rreth 3 javë që ndodhem në Shqipëri, ndërsa në Përmet kemi 3 ditë që po qëndrojmë. Kemi vizituar zonën, por nuk mund të rezistojmë freskisë së ujrave të këtij lumi. Është kaq i pastër dhe i freskët, një vend vërtet i veçantë. The river, it's really good. Është shumë bukur të notosh në ujërat e këtij lumi, po kaloj momente shumë të këndshme këtu. Është era ime e parë që vizitoj Përmetin, por premtoj se do të rikthehem sërish. Jo vetëm temperaturat e larta, por edhe promovimi në rrjetet sociale ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e interesit për këtë destinacion. Fotot dhe videot e publikuara nga vizitorë të ndryshëm kanë bërë që gjithnjë më shumë turistë të zgjedhin Përmetin për pushimet e tyre. I'm from New Jersey, America. Mendoja se ku të kaloja disa ditë pushime dhe më sugjeruan Shqipërinë, veçanërisht Përmetin. Mendoj se bëra zgjedhjen e duhur, sepse po kaloj shumë bukur. Sot notova pak, për shkak të vapës, këtu gjen mikpritje, qetësi dhe një natyrë të mrekullueshme. Me kombinimin e natyrës, klimës, kulinarisë dhe mikpritjes, Përmeti konforcon çdo vit pozitat si një nga destinacionet më të preferuara turistike të jugut të vendit, ndërsa lumi Vjosa mbetet një nga atraksionet kryesore që tërheq vizitor nga vende të ndryshme të botës.